mi mbrëma të nderuar shikuesi, ju adhurues të basketbollit, ju përshëndes direkt nga palestra 1 Turi në Prishtinë, ku do të jemi me duelin ndërmjet Borës dhe Golden Eagle Yllit. Duel ky i cili do të jetë i fundit për vitin 2025, pasi siç e dim tashmë, nga e hëna palestrat do të përdoren nga KQZ-a për shkak të zgjedhjeve vetuar nga trajneri Jeronim Mosharin ndaj Prizrenasve, të cilët po kalonin me të vërtet një formë mjaft të dobët pas atij startit perfekt prej 7 fitore. Jules doli fitimtar, topi në duart e Amin Had. Mekic tek Jules. Tek Jules arrin të realizon Jules. Në fund arrin të realizon Alan Scott, bukur lëviz topi, do të gjuan Les Shoshi nga gjysmë distanca. 115, 117, nërsa e shohim nuk arriti që të niset Mekic në kundërsojnë, e shfrytëzojnë këtë Ferrandas. Mehmeti quan për 3, realizon Rezat Mehmeti. Simi plotësisht i gabuar, i tij e lexon mirë Allen që shkon Zeqiri, Jules edhe njerë po bashkëpuan për Hoffman. Arrin të realizon Hoffman, Amin Had, Zeqiri, Cheese tenton për treshe në sekundën e fundit të aksionit, realizon Tyler Cheese. 14-18 për të përgjigjur në anën tjetër. Gzim Morina, kapiteni i skuadrës Golden Eagle Yllit, i përgjigjet treshës Tyler Cheese dhe e mbyll 10 minutën e parë me përsi prej 7 pikëve. Strati taljet në gjysmë distancë, Erion Kastrati realizon. Adem Mekic kësaj radhe do të debutën, është i sakt. Artin Gashi gjuan nga gjysmë distanca, realizon. Bukur ai top tek Jules që shkon deri në fund. Jules Hunter, Mehmeti, edhe një tjetër tentim për treshe. Yllit Scott po presionin, por lirohet nga i top. Gjuan Artin Gashi e realizon Scott, cili e gjen gigantin Hoffman, i cili realizon i 24-38 shpejt. Kërkon time out Zoran Kashqelan. 2 minuta e 11 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë të Borës. Bukur ai top tek Reese, i cili realizon e përderisa tek Bora nuk po punon snajperi. Në anën tjetër gjithçka po ecën mirë te Golden Eagle Yllit që e rikthen Allen. Vizje e bukur e tij duart e Rezat Mehmetit. Tyler Cheese gjuan për 3 pikë, realizon 5 pikë ekspresit. 3 qëllon për gjigjet shpejt. Erion Kastratin që realizoj para brakesh për 3 pikë, edhe një herë kapiteni skuadrës e Golden Eagle Yllit sonte, teksa Hunter në anën tjetër për gjigjet me treshe. Allen realizon 13 pikë. Shohim të ti teksa në anën tjetër vjen aksioni bukur i skuadrës së Borës, e ngulitja e Peyton. 37-59, 3 minuta e gjysmë deri në përfundim të çerekut të tretë. Topi vjedhur re, jetë mirë Zeqirit, i vëmendshëm. Realizoi në kundërsulm me ngulitje. Hunter, Zeqiri
Pavarësisht që nuk i shkoi mirë ai pasim në duart e tij, Morina. Scott ishte i lirë në korner, Erion Kastrati Gjuan për 3 pikë, çfarë treshe. Bukur aja sistemi jetë Mirzeqirit. Scott Lirohet, ja krijon vetës atë hapësirë, realizon për Artin Gashit për 15-81. Sa Amin hëtë qëllon Mjetel Kufman. Kastrati në sekundat e fundit të aksionit. Hunter gjenë koridorin e dëbërtimit të realizon. Ramonellën më i dalluari të kylli me 20 pikë të realizuara. 17 pikë, 7 kërcime nga kapiteni Gzim Morina. 16 pikë, 8 asistime, 6 kërcime nga Antoine Scott. 12 pikë erdhen nga Erion Kastrati. Në anën tjetër tek bura më i dalluar ishte Tyler Cheese me 13 pikë, 4 kërcime, 10 pikë tjera i shtoi Adem Mekic.